Për 2 ditë me radhë, më 8 dhe 9 maj, në disa nga akset rrugore të Durrësit do të ndalohet qarkullimi dhe parkimi i mjeteve. Masa e ndërmarrë nga autoritetet lidhet me zhvillimin e etapës së parë të garës ndërkombëtare Giro d'Italia 2025, e cila do të nisë nga qyteti i Durrësit më 9 maj. Drejtoria vendore e policisë dhe policia bashkiake po marrin masat që të garantojnë mbarvajtjen e këtij eventi mjaft rëndësishëm sportiv, që për herë të parë vjen në Shqipëri. Sipas njoftimit për shtyp, të njëjtën dhe të premten në qytetin mbretëtar, do të ndalohet parkimi i mjeteve në akset Mars 91, Taulantia, Anastas Dursaku, Rruga e Kalas, Aleksandër Goga, Pavarësia e të tjerë, si dhe në parkimin e madh publik në shëtitoren Taulantia, nga ora 8 të së deri në orën 15 të së premtes. Ndërkohë të premten nuk do të lejohet qarkullimi i mjeteve në akset Mars 91, Egnatia, Bulevardi Epidam, Sheshi Liria, Aleksandër Goga, Rruga e Dëshmorëve, Adria, Pavarësia në plazh në harkun kohor 11 deri në orën 14. Qarkullimi i automjeteve do të ndalohet të premten nga ora 11 deri në orën 15 në autostradën Plepa Bishti i Zhurit Elbasan, ndërsa kalimi i këmbësorëve do të ndalohet nga ora 11 deri në orën 14 në rrugën Taulantia, Anastas Dursaku dhe rrugën paralel me portin. Kufizime do të ketë dhe në portin më të madh në vend, pasi më datë 9 maj do të ndalohen hyrje-daljet nga porti në orën 11 deri në orën 15. Nga 9 deri më 11 maj, 3 qytetit të vendit tonë, Durrësi, Tirana dhe Vlora, do të mirëpresin 180 ciklistë profesionistë nga e gjithë bota, që do të zhvillojnë etapën e parë të edicionit të 108 të garës ciklistike Giro d'Italia 2025, që do të përmbyllet në kryeqytetin italian Rom më datë 1 qershor. Do të ndjejnë fuqinë e historisë dhe bukurinë e jashtëzakonshme të Shqipërisë.